Socialistët do të vjojnë të qeverisin 5 bashkitë e vendit që pas zgjedhje të pjesshme të dielën. Pas një procesi të qetë dhe pa ankimime dhe numrimi përfundoi shpejt duke konfirmuar një thellim të rezultatit për Partinë Socialiste, ndërsa Partia Demokratike dhe opozita që mbështeti të pavarurit pësoi një humbje të radhës. Bashkia e Vlorës, që ishte më e madhe për nga numri i qytetarëve me të drejtë vote, përfundoi para numrimin, duke e çuar në karrigen e kryebashkiakes të parën grua në këtë post, Brunilda Mersinin, që mori një fitore të thellë prej 78% të votave, ndërsa rivali i saj Dionis Sota mori 11%. Vlora pati pjesëmarrjen më të ulët në këtë zgjedhje të pjesshme, rreth 12% të votuesve, por kjo, siç deklaroi dhe kryekomisioneri Lirian Celibashi, nuk e bën të palegjitimuar fituesen. Ata që janë zgjedhur, kryetarët të këtyre 5 bashkive, kanë legjitimitet të plot në kuptim të ligjit. Janë zgjedhur nëpërmjet një procesi zgjedhor të ligjshëm dhe rezultati është legjitim. Në Berat, socialistët kanë arritur një fitore edhe më të thellë duke zgjedhur Ervin Cecën me 83% të votave, ndërsa Pavlo Shkarpa me vetëm 16%. Qytetarët e Cerrikut patën më shumë alternativa për të zgjedhur, por edhe aty socialistët morën fitore me mbi 66% të votave, ose 6.201 për Florence Dokën. Amarildo Hoxha, i mbështetur nga PD-ja, mori 20% të votave, ose 1888, ndërsa kandidati i Partisë Shqipëria bëhet Eligert Hima 1274. Edhe Matin, Partia Demokratike e humbi me diferencë të thellë. Bashkia Ma deri në zgjedhjet e rregullta të 2027-s do të drejtohet nga socialisti Altin Bojni me 66.54% të votave, ndërsa kandidati mbështetur nga Berisha, Eduard Brahilika, 28.54% të votave. Kandidatja që u shkëput nga Partia Socialiste duke garuar si e pavarur, ka dalë treta me 549 vota gjithsej. Pas një surprizë rezultoi dhe Tepelena, që në këto zgjedhje pati risi testimin e inteligjencës artificiale në numrim. Në Tepelen, Gramo Sako ka marrë një fitore të thellë kundrejt rivalit të tij, që u mbështet nga PD-ja. Sako ka marrë mbi 3.000 vota, ndërsa Gabriel Guma nuk i ka kaluar as 1.000 vota. Më së paku, përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit e kemi parë si një mjet të përshtatshëm për kontrollin e profesionalizmit dhe ndershmërisë profesionale të numëruesve dhe të komisionerëve zgjedhor. Testi i kryer dje ishte i suksesshëm plotësisht dhe përmbushi të gjitha pritshmëritë e KQZ-s. Për këto zgjedhje nuk pati denoncimi gjatë së dielës për parregullsi, gjë që do të sjellë certifikimin e shpejtë të rezultatit gjatë ditëve në vijim. Kreu i PD Sali Berisha pati vetëm heshtje, ndërsa kryesocialisti Rama reagoi në orët e paradites duke thënë se PS-ja arriti një rezultat pothuajse absolut kundrejt rivalëve, duke vulosur kështu triumfin në bashkitë Vlorë, Tepelen, Berat, Cerrik dhe Mat.